kush i falimentuar, kush ka up? Ka sahabët na i falimentuar ata që u me të pare, ka dëshuar tregti, që kjo është, ka përmendur ja, dikush tjetër. Shikoj kur e ka përmend, shikoni kjo është urtësi e madhe. Kur e ka përmend pejgamberi falimentimin, se ka përmend falimentimin në fushën e veprimit, por e ka përmend arsyeën e falimentimit në fushën e frenimit. Ka i falimentuar ata i cili vjen me namaz, me agjërim, me sadaka, don forca e veprimit ka qenë aktive. Mirë po, e ka shojt këtë, e ka lëndu këtë, e ka dhe male hadhe, e ka marrë ti pasurin, e ka vra këtë, apo? Pastaj, në munges të aktivizimit të duart mjaftueshëm të forcës së frenimit, i zhvlerësohen edhe punët në fushën e veprimit, apo dhe adhurimit, e pastaj du të me la borxhe që i ka shkaktuar për shkak të mungesës së forcës së frenimit, e paguaj këtij me namaz, e paguaj këtij me zakat, e paguaj këtij me umre, e paguaj këtij me dhikr, paguaj këtij me këtë, do derisa jetë s'ka kurrë. Falimenton. Ç'kjo i falimentuar apo? Pse? Pse forca e brendshme si ka ekuilibruar si duhet. Balanci i raportit me Allahun xhallahu ala. Pse shkel mbi kokat njerëzve, pse i bën zullum njerëzve, pse i dëmton njerëz sa balanci kjo. Kur'an se stop. Fama men ata kush jap për Allahun, wa taqa dhe ruhet nga padrejësia, ruhet nga keqbërja, ruhet nga përçarja, ruhet nga punë të këqija, ruhet. Edhe kjo është e rëndësishme, forca e frenimit.